Vuki, Geni, Terna, qëta janë lojtarët më të madh, qëta ta procesojnë ty ditën që shkon, këta ta bën çmimin sa dën, nuk është që s'marrin pjesë tjerë, po ty suni ik kur ki nevojë ka shumë për energji elektrike. Ai nuk po mundet me hek licencën, ai nuk po mundet me shkarku Martin Berishaj. Ata po heshtin. Mund vje kes sot për punëtorët e sektorit teknik, kjo është kur politika ata merr gjaf këtë sektorin. Pse ndodhin çto sene? Kjo është pengi mafisë energjetike, këto e kom thonë edhe. Çfarë është pengi mafisë energjetike? Pengi se nuk fol, nuk din, nuk mundet ma demantu. Unë e them, ti s'ki mundësi teknike me ik këtë qytyn e lojtarëve. Ku jetë e marr rrymë? Noa nuk jep rrymë. Noa nuk gjeneron rrymë. Shqipnia nuk ka rrymë sa dojnë ana. Kime marr pe Greqisë, Serbisë, Republika Srpskës. Ka e ke marr. Ka. Rjedha e energjisë në 2024 ka thënë që ki pas rrymë që ka mbet pe Serbisë dhe pe Shqipnisë. Jo pe Maqedonisë dhe Malit Zi. Ama heshtin, nuk folin. Nuk po munën që një javë ditë, që një muj ditë që kjo puna e energjisë që u bo kaq e madhe, nuk kanë mundësi ma dhonë një raport teknik që me thonë, jo, na me të vërtet nuk e kena marrë asni megawatt për qytyne që po fut ti. Hajde, po ja, s'ma japin. Nuk dalin edhe me thonë, jo, në vitin 2024, ku keni pagu për import, na nuk e kena marrë për qytyne lojtarve. Ku e ke marrë pra? S'ma vërtetojnë që nuk e kanë menaxhu sektorin energjisë elektrike, tash ky ka shku me fol për investime, ka thonë. Te kim pas kryeministrisë me Ternën. Terna sot ta bort energjinë elektrike, ka. Pra, Albino taku me këta. O taku me këta, njënin prej njerëzve që i ka taku, atë është edhe kë. E najnë aty, kjo për na bort njëve energjinë elektrike, me 800 euro megavatin. Grup shkon. Grup shkon. Po, dhe ka është pjesë, po. Edhe ajo është pjesë. Po, adin që shkon, na lyp dikush energji elektrike qëtash, ose na lyp taksi, edhe ti thu për 5 euro, 10 euro, 20 euro, është janë kanë. Për që ata e kohenin edhe janë kanë, edhe rritet edhe tash kanë përfundu në çmimin 801 euro megavati.